Më bën përshtypje që një pjesë e mirë e kandidatëve që duan të konkurrojnë për kryetar të Partisë Demokratike, dhe të cilët nuk janë pranuar, sulmojnë Flamur Nokën. Ka një keq kuptim të madh. Flamur Noka është aty me vullnetin e Berishës. Dhe duke sulmuar Flamur Nokën në një farë mënyre kanë sulmuar Berishën. Berisha është një njohës i mirë i historisë, di që Flamur Noka është njeriu që mban nën kontroll strukturat e partisë, është njeriu i tij i besuar, njeriu i cili nuk ka pretendime për postin e Berishës. Janë ata që në politikë quhen eminenca gri. Janë njerëzit që rinë gjithmonë në hije dhe sigurojnë perimetrin e shefit. Kuptohet që përzgjedhja e Berishës është e tillë që të ketë një njeri i cili të jetë besnik dhe i cili mos artikuloj edhe në pas ndonjë ide për politikën. Dhe Noka e plotson më të mirë, ka dhe më së miri këtë fakt, ka dhe në prova për këtë. Pas që disa e sulmonin duke i thënë kone e tjera. Me thënë drejtën, Flamur Noka mundi të thuash në çfarë do, po kone jo. Pastaj kur kalon që hatë pëgërat e Berishës, këtu pastaj ke kaluar në një nivel personal me Berishën, Berisha në të vërtet është një njeri i cili ka ditur të bëj kompromise, është një njeri që sot të shan të anatemon nesër nëse i duhesh bën kompromise me ty. Mirë po, nuk mendoj që kjo lloj gjuhe trëm Berishën apo të jep simpatizant. Në një kohë që nëse ti do konkurosh Berishën, e mira është të hedhësh ide, po të jetë për të shara, mendoj që Berisha është më prolifik, më prodhimtar në fushën e të sharave, kështu që nuk është se fiton gjë. Ndaj të sulmosh Berishën dhe pastaj të pretendosh të marrësh vendin e Flamur Nokës, mua më duket një miopi politike. Duke menduar që duke sharë Flamur Nokën apo Berishën krijon një CV politike, kjo mund të vlejë në qoftë se do të krijosh një parti 3, në qoftë se do të bëhesh lider i një fraksioni, por politikisht brenda Partisë Demokratike kjo vështirë se funksionon. Gjithsesi, siç më është bërë zakon ta mbyll, mbetet për të parë. Në fakt, kemi ca vite që shikojmë se si përfundojnë përplasjet brenda PD-s me Berishën dhe me Benjamin të tij, kështu që personalisht nuk kam asnjë kuriozitet. Si gjithmonë, në fund, ju rikujtoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV, dhe të kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.